Përshëndetje, tani do të bëhet vërtetimi I organizmave një qelizor, kryesisht baktereve, algave, paramecioneve e të tjerë. Për të vërtetuar organizma një qelizor, na vijnë disa mjete të punës, na mikroskopi, gjami I objektit, gjami mbulues, kultura bimore dhe gota laboratorike me pipet. Më së pari e marrim gjamin e objektit. Pastaj e pastrojmë pipetin. Dhe marrim një materie të lëngur nga kultura bimore. Dhe vendosim vetëm një pikë tek gjami I objektit. Pastaj do ta vendosim gjamin mbulues mbi pikën e kulturës bimore që kemi vendosur më parë. Marrim gjamin e objektit dhe vendosim këtu tek tabela e mikroskopit. Dhe pastaj me anë të objektivave ne mund ta shohim algat, bakteret, paramecionet, parashtatoret e të tjerë. Mund të sjellni në pika shkurtra me demonstrim pjesën e mikroskopit? Po, këtu është okulari, I vendosim sy për të shikuar organizmat me qelizor apo dhe qelizat. Kjo është gypi I okularit, kjo është doriza, kjo është tavolina, kjo është burimi I dritës, kjo është makro dhe mikrovida. Kjo është rregulluesi I intensitetit të dritës, këtu është edhe ndërprerësi I dritës, këtu është rrotulluesi I objektivave dhe objektivat, duke filluar nga më I vogël tek I mesmi dhe objektivat të mëdhenj. Më së pari e përdorim objektivin e vogël dhe me anë të objektivit të vogël mund të shohim organizma një qelizor. Këtu përshihen disa paramecione, kryesisht janë 5 dhe janë duke bërë disa lëvizje spirale. Me anë të mikroskopit ne mund të organizma një qelizor, të cilat nuk mund të shikonin me anë të syrit të lirë, domethënë ishin organizma mikroskopik dhe tregon me anë të mikroskopit ne tregojmë se në këtë ujë jetojnë organizma të ndryshëm në një qelizor mikroskopik. Pra, me anë të këtij eksperimenti ne patëm mundësi të shikonim këtë organizma dhe të shikonim si dukeshin dhe si lëviznin. Pra, kryesisht lënda e biologjisë I studion shtazët dhe merret me studimin e këtyre organizmave. Përshëndetje, sot do ta bëjmë vërtetimin e qelizës bimore të qepës. Mjetet e punës të cilat na vijnë janë pipeta, gota laboratike me ujë, gjami mbulues, gjami objektiv, qepa, skalperi ose zhileta dhe na nevojitet mikroskopi. Tani do ta marrim qepën. Do ta presim. Pastaj do ta marrim me pipete, do ta marrim ujë nga gota laboratike.
ta vendosim tek xhami objektiv. Pastaj do ta marrim dhe do ta vendosim këtu. Dhe do ta marrim xhamin mbulues, do ta vëmë për sipër. Pastaj do ta marrim xhamin e objektit së bashku me do ta vendosim në mikroskop. Tani mund të vim këtu dhe t'ja analizojmë. Këtu mund të shohim një numër të madh të qelizave bimore të qepës. Këtu tani do mund të vërim murin qelizor i cili përcakton formën e qelizës, mund ta vërim citoplazmën dhe mund ta vërim bërthamën. Në një qelizë bimore, bërthama nuk e ka caktuar vendin ku është. Këtu mund të shohim sikur në tabelë që e kam caktuar. Ju faleminderit për vëmendje.